Do të lexojmë nga libri I parë I Samuelit, pak paragrafe, në kapitullin e 17. 17, paragrafi 32. 17, paragrafi 30. Letra e parë e Samuelit. Dhe u largua prej tij, kapitulli I 17, paragrafi 13. 3 bitë të mëdhenj të Isait kishin shkuar në luftë, jo nuk është këtu. Paragrafi 32. Davidi tha Saulit, asnjëri të mos lëgështohet për shkak të Saul. Por Davidi ju përgjigj Saulit, shërptori yt kullos të kopën e atit të tij, kur një loan ose një ari vinte për të rrëmbyer një dele nga kopeja, unë ndiqja e godisja, ja rrëmbeja nga goja, në qoftë sa I kthej kundër meje unë e kapja nga krifa, e godisja dhe e vrisja. Po shërptori yt ka vrarë loanin dhe arushën, dhe ky filiste I pa rreth prerë do të pesojë të njëjtin fakt sepse ka fyer ushtrit e Perëndisë të gjallë. Davidi shtoj, Zoti që më shpëtoi nga kthetrat e luanit dhe nga pangja e riut, do të më shpëtojë edhe nga dora e këtij filisteu. Atëherë Sauli tha Davidit, shko dhe Zoti qoftë me ty. Pastaj Sauli e veshi Davidin me armaturën e tij, I vuri në kokë një përkrenare prej bronzi dhe I veshi parzmoren. Pastaj Davidi ngjeshi shpatën e Saulit mbi armaturën dhe u përpoq të ecte sepse nuk ishte mësuar. Por Davidi tha Saulit, nuk mund të eci me këtë armaturë sepse nuk jam mësuar me te. Dhe kështu Davidi e hoqi nga trupi I tij. Pastaj mori në dorë shkopin e tij, zgjodhi 5 gur të lëmuar në përrua, I vuri në torbën e bariut në një thes të vogël që kishte me vete. Pastaj me hoben në dorë u nis kundër filisteut. Amen, fjalës të Zotit. Orë e vështirë për popullin e Perëndisë. Luftë e egër me armiqtë e tyre, por jo vetëm me filistejt, por kjo luftë ishte e egër me një burr të veçantë, me Goliathin që ishte shumë I lartë në trup, ishte shumë I stërvitur dhe që I vogël kishte armaturën e tij, ishte I pamposhtshëm. Në sytë e popullit të Izraelit nuk mund ta mposhte kush. Dhe me të vërtet populli I Izraelit I fshehur në përvrima dhe në përshpella bashkë me mbretin të fshehur. Kush? Mbreti. Ja fantazoni vëllezër dhe motra, Sauli që duhet të ishte përpara në atë moment në ballë të luftës, thot fjala e Perëndisë, për këtë arsye Zoti e vuri aty, por ai nga ana tjetër fshihej larg betejës. Në betejë populli I fshehur. Dhe Perëndia kërkon të gjej një njeri. Nuk I prish punë se çmosh ka, nuk I prish puna është burr apo grua, nuk don ta dije sa ka forcë apo nuk ka, po don që të jetë besnik. Atë don Zoti. Të jetë besnik ku? Në fjalën e Perëndisë, në fjalën e Zotit. Besnik në premtimet e Perëndisë. Dhe u shfaq ai I ri, I vogël, I përçmuar. Përse është I përçmuar Davidi? Sepse ka përçmuar vetë babai I tij, ashtu sikur se shkoi Samueli duke parë më përpara se si e therri Isain, babain e tij, në flijimin që bëri në shtëpinë e Isait. Ai Isai I thirri gjithë djemtë e tij që kishte, përveç Davidit. Davidi, që ishte më I vogli, e kishte lënë atje me ato delet që kishte. Aleluja. A don të jesh me delet? Nëse je me delet, ka për të zgjedhur Zoti. Nëse je me 10, dyshoj këtu. E zgjodhi, nuk u keq kuptua për babajnë e vet, që
vjen Samueli për një arsye shumë serioze dhe mua nuk më thirrën dhe jam këtu me bagtit dhe nuk i prish punë, sepse beson në Perëndinë e tij dhe shpreson në Zotin e tij. Dhe don edhe delet, nuk don t'i lej edhe vetëm, aleluja. Më vonë, kur shkoj në betejë, sepse babai i tij e urdhëroi të shkonte, i bindur kështu Davidi, në atë që i tha Jati, shkon dhe vllai i tij i madh Eliabi i thot, përse erdhe këtu? E përçmoi, la atje ato pak delet që ke, nuk i la, por ja dha dikujt tjetër që të kujdeset për ta. Ishte të ruajtura pra, dhe erdhe këtu sepse unë njoh krenarin e zemrës sate. Njeriu që ishte krenar dhe dinak, i tha Davidit se e di se sa krenar je dhe se sa mburravec je, po për ai ishte krenar. Shikoni pra çfarë fjalësh flasim të mos përçmojmë askënd. Sepse kur përçmojmë dikënd, në atë moment ne jemi krenaret, ne jemi mburravecët, ato demat që vazhdojnë të vrasin me brinjët e tyre. Davidi u kthye thot dhe nga ana tjetër, çfarë të thash, ju tha. Dhe erdhi ora e Saulit, sikur se dëgjoi Goliathin të bërtas dhe të përçmoi ushtrinë e Zotit të ushtrivet, brenda tij Davidit, fryma e tij u ngrit dhe tha, kush është ai që përçmon ushtrit e Zotit të plotfuqishëm? Shikoni, ka dashuri për Perëndin Davidi. Ka një marrëdhënie të bukur me Zotin e tij. Ma është tek delet. Çfarë marrëdhënie ka? Aty e bëret marrëdhënien e tij të bukur me Zotin. Akoma dhe kur u bë mbret, nuk i harroi delet dhe jetën e tij me delet. Zoti është bariu im. Aleluja, tha. E tha dhe e dëshmoj këtë. Është mbreti im, por është edhe bariu im. Ashtu sikur se udhëzohet të shkojë tek Sauli dhe të thotë, kush është, as nuk përçmoi ushtarët e tjerë, duke thënë askush nuk del përballë tij, kush jeni ju? Jo, nuk tha këtë, por doli përpara dhe tha, kush është ai që përçmon ushtrit e Zotit? Dhe Sauli thot, ti je i vogël, thot, kush je ti? Kush je ti? Nga dole ti? E u përçmua dhe nga Sauli. U përçmua më vonë edhe nga Goliathi në orën e betejës. Doli përpara Davidi dhe kur e pa ai Goliathi tha, ma ti dole të luftosh kundër meje me një hobe. Me një hobe pa armë, pa mburoj, pa usht. Ma nuk ke mësuar se si luftohet dhe dole të luftosh me mua. Dhe përpara të fantazojmë pak atë figuracion, vëllezër dhe motra. Një burr shumë i lartë Goliathi, luftëtar i fuqishëm, me armët që kishte, me ata që mbante dhe armët, dhe një i vogël, i parëndësishëm për sytë e njerëzve, por i rëndësishëm shumë në sytë e Perëndis, shërptori i Zotit. Por dua të qëndrojmë pak në këtë çështje që kishte Davidi me Saulin. Kur shkoi tek Sauli dhe Sauli i thot, nuk mundesh ti të dalësh kundër filisteut dhe as të luftosh sepse je fëmijë. Nga rinia jote ti nuk je mësuar të luftosh. Davidi i tha Saulit. Shërptori i thot, kur kulloste baktin e babait të vet, erdhi Luani, erdhi dhe Ariu dhe rrëmbente një dele nga kopeja. Shikoni tani çfarë ka përjetuar Davidi. Ndërsa isha me kopen time, me ato pak dele që kisha, por i don Davidi delet e tij. Erdhi Luani dhe Ariu, nuk erdhi një dhi, nuk erdhi një qen i vogël, por erdhi Luani dhe Ariu dhe e rrëmbeu delen nga kopeja dhe më mori një dele nga kopeja ime dhe e humba. Dhe e doja atë dele, e humba. Ç'është ajo që armiku yt të ka vjedhur? Ç'është ajo që armiku yt të ka marrë nga ato që Perëndia të ka dhënë? Cila pjesë ose kush, cili vend është ai që ke humbur, të cilin Perëndia ta ka dhënë?
Të ka premtuar dikur Zoti se në atë vend që të jesh, gjurma këmbësate ku të shkel, atë vend do të të adhuroj. Por tani mund ta shofesh se ke humbur atë vend. Ta ka vjedhur dikush. Dikush të ka marrë dashurinë, dikush të ka marrë gëzimin, dikush të ka marrë frytin e frymës të shenjtë, dikush të ka marrë praninë e Perëndisë. Kush do të të çliroj? Krishti. Aleluja. Zoti. Çfarë bëri Davidi, vëllezër dhe motra? Ashtu sikur se humbi atë dele, dilte pas dhe e ndiqte. Dal dhe luftoi. Dal të jap betejën time. Ma a është e mundur? Djalosh i ri të dalësh të luftosh kundër Luanit dhe kundër Ariut? Vëllezër dhe motra, ky është besimi jon. Ky është besimi jon që thamë përpara. Nuk shohim fenomenin, nuk shohim dobësinë tonë, nuk shohim se sa i vogël jam, nuk shoh akoma dhe çfarë do tjetër, por shoh tek Perëndia. Perëndia është i fuqishëm, ato që më rrëmbyen do të më japë Zoti mbrapa. Dhe në jetën time frymërore që kam humbur, Zoti mundet të më dhurojë përsëri. Nuk do të mpakem, s'do të heq dorë, por do të gjendem në betejën e Zotit. Sikur se bëri këtu Davidi. Dola thot pas tyre dhe e çlirova pren nga goja e tyre. Dhe sikur se u bë kjo betejë dhe çliroja delën time, pa pritur thot u ngrit kundër mejet, do më thënë armiku shkoi dhe i mori, i rrëmbeu një dele dhe tani ngrihet edhe kundër Davidit. Fytyr për fytyr beteja. Betejë e egër. Luftë. Vëllezër dhe motra, në luftë jemi, në betejë jemi. Jepe betejën e Zotit. Lufto për Zotin. Nuk je vetëm Zoti është me ty, është Perëndia me ty. Ti dil në emër të Jezu Krishtit, të plotfuqishëm. Dhe u ngrit rrëmbeja atë e kapja nga nofulla e tij dhe e vrisja. E goditi shërtorit edhe Luanin edhe Ariun. Dhe ai filiste i parrëth prerë, nga që përçmove ushtrin e Perëndisë të gjallë. Dhe shikoni, tha Davidi, Zoti që më çliroi nga duart, nga goja e Luanit dhe e Ariut, ai do të më çliroj edhe nga dora këtij filisteu. Vëllezër dhe motra, Davidi ishte i dobët, e them përsëri, por në zemrën e tij mori atë vendim se do të luftoj në betejën e Zotit. E dini, më vonë në shkrimin do të shohim aty ku flet Stefani, besoj, nëpërmjet frymës të shenjtë, se Perëndia kur zgjodhi Davidin, e zgjodhi për zemrën që kishte. Nuk e zgjodhi për forcën që kishte, nuk e zgjodhi për zotësinë që kishte, por e zgjodhi për zemrën që kishte. Dhe në lidhjen tonë me Perëndin, s'ka tjetër gjë përveç se zemrës tonë të jetë e butë dhe e thjeshtë përpara Zotit. Për këtë arsye, lutja jonë të jetë, o Zot, bëje zemrën time sikur zemra jote, të jetë plot me dhëmshuri, plot me pendes, plot me kthim ndaj tejet, plot me dashuri për njerëzit, për vëllezërit, akoma edhe për armiqt. Mos kërko të keqen e armiqve. Mos kërko gjykimin e armiqve të tu. Jemi tani në dhjatën e re. Këto ishin të gjitha në dhjatën e vjetër. Ju kujtohet Gjoni dhe Jakobi që thanë, Zot, ti themi të bjerë zjarr nga qielli tek samaritanët që nuk na pranojnë. Dhe Jezus ju kthye dhe ju tha, nuk e dini se të cilës frymë jeni. Unë dua t'i shpëtoj ato njerëz. Dhe ti thua Gjon dhe Jakob të zbresë zjarr nga qielli dhe të djeg? Jo, vëllezër. Duam që njerëzit të shpëtohen. Të shpëtohet dhe lutemi për ta dhe luftojmë për këtë. Duam
të kthehen vëllezërit tonë që u larguan. Dhe lutemi për këtë dhe luftojmë për këtë. Duam të çlirohemi nga prangat e mëkatit. Dhe lutemi për këtë dhe luftojmë për këtë. Kush do ta bëjë? Ne? Jo, Zoti do ta bëjë. Mos të themi pastaj se ishin lutjet tona që e bën, jo, por Perëndia i mëshirshëm dhe i dhëmshur. Sepse Zoti do të veprojë sipas premtimit të tij, sipas vullnetit të tij, për ne të na gjejë në betejën e mirë. Vëllezër dhe motra, kemi marrë vendim edhe si pleqësi, dielën e ardhshme të kemi agjarim dhe lutje. Përpara së dielës do të vazhdojmë të premten në darkë një javë zinxhir lutjejet, ku gjithsecili do të deklaroj orën që don të lutet. Kjo do të jetë për një javë dhe në fund të premten tjetër, domethënë, do të rrim në lutje deri në 12 të natës. Duam Zoti që të bëj shpëtim, të bëj kthimin e të larguarve. Zoti të bekoj të rinjt dhe rinin. Zoti të bekoj bitë ton, qofshin besojnë apo jo, nuk ka rëndësi, t'i bekoj që Zoti nëse nuk besojnë t'i shpëtoj dhe të shpëtoj edhe familjet. Dhe nëse dikush është i pa martuar, Zoti ta bëjë familje. Kjo do të jetë lutja jon, kjo do të jetë beteja jon. Ashtu sikur se ka ardhur i ligu dhe ka marrë plaçkën, Zotit të lutemi që ta marrat plaçkën dhe ta kthej tek ne. Të shpresojmë dhe të lutemi tek Zoti i plotfuqishëm me hir të Krishtit ton. Amen.